Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirë mbrëma për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër emision të Pasion e Profesion. Jeni bashkë me mua Ariana Berishën si gjithmonë dhe po shpresoj që jeni duke kaluar mirë me programin e Klan Kosovës. Unë si gjithmonë dua të falenderoj Podravkën, e cila çdo herë mundson realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Por, ne, sot si gjithmonë, do ndjekim recetën e Andit, si fillim të këtij emisioni, dhe do shohim se çfarë specialiteti ka përgatitur Andi për sot, dhe pastaj kemi edhe një storje tjetër që kemi qenë në Itali, por cilin vend s'po ja u zbuloj tash, po ndjekim storjen e Andit dhe pastaj rikthehemi përsëri në studio. Përshëndetje, sot kemi vendosur me bo një antipast ose djathë me forë. Nga nevojitet djathë i bardhë. Pak pikër i kuqi Podravkës. Edhe sot kemi vendosur me bo me broqet e Premium Bakery, të cilat i gjeni në çdo pikë të Premium Bakery. Ndoshëm pra së bashku edhe recetën e Andit, e tash është koha që të shkojmë në Itali. Së bashku do shkojmë pra tek liçeni i Komos, Lago di Como, dhe do rikthehemi përsëri në studio me mysafirët, me dy kuzhinierë, të cilët tashmë jeni mësuar, po besoj me Edonin dhe me Roberton. Pra këtë emision të Pasion e Profesion po e vazhdojmë tek një vend i mrekullueshëm, piktoresk, këtu tek liçeni i Komos apo Lago di Como. Këtu pra është liçeni më i vizituar, më turistik i të gjithë Italisë, por gjithashtu edhe më i bukur. Këtu pra mbahen aktivitete të ndryshme, siç është shitja me anije, por gjithashtu noti dhe sportet e tjera, të cilat mbahen këtu tek liçeni i Komos. E ne sot do e vizitojmë një restorant të një shqiptari këtu tek liçeni i Komos. Se kush është dhe me këtë do bëjmë një intervistë të shkurtër, e zbulojmë tani. Qëndroni me ne deri në fund të emisionit Pasion e Profesion.
Shikues të dashur të Pasion e Profesion, siç më tash dhe e keni kuptuar, jemi në Lake Como apo Lago di Como. Jemi këtu tek restoranti Piazza Roma, i cili e ka një shqiptar. Pra këtu bashkë me mua është Egzon Isa. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë që na keni prit këtu në restorantin Piazza Roma. Mirë, faleminderit. Si po shkojnë punët? Mirë, shumë mirë. Tash janë një sezona, shumë mirë janë njës. Po besoj që ka edhe shumë turist këtu, cilët edhe vinë në restorantin Piazza Roma. Shumë. Këtu në qëtë qytet bashkë me turista punot edhe verës, është shumë turistik si qytet. Po çka ju ka shty me hap këtë restorant? Tregona pak, sepse ti, Egzon dhe Edoni, vllau, pra janë dy vëllezër, jeni bashku në biznesin familjar. Apo na tregon më shumë? Po. Babën në fillim e kum pas të punu si menager për Begjet Paculli në Zvicër. Unë e kum kry shkollën në albergeri, edhe vllavi qështu. Mas shkollës se cili i ka bë eksperiencët e veta. Unë e kum shku në Zvicër me punu, tani këto në për hotele. Vllavi shto në kuzhinë këto në Itali. E mas dikunje, qëtë restorant mas pari nuk i shkon restorant, po i shkon dugoj për tesha. Po, okej. E kur erdhëm na, kena pas pse e mos me qelë. Babën e kena pas në restorant, unë edhe vllavi. Tani thamë okej, pse jo? Pak si tradit familjare, a me thonë kështu? Po. Është vërtet një restorant shumë i bukur. Pa mundesh më na tregu disa prej specialiteteve të cilat ju i bënin këtë restorant? Qështu kena ushim peshku, mishin e kingjit, dhe i kena edhe do pjata tradicionalist që i bojnë këto në Lake Como. Po, okej. Po cili është specialiteti kështu ma i mirë që e kërkojnë shumë persona? Peshkun e ditës, Peshkun e ditës. që vjen shumë, për shembull, vjen çdo ditë peshku. Nga liçeni, apo? Po, edhe nga liçeni edhe nga deti. Okej. Pasta, mishin. Po çka e bën restorantin tuaj më të veçantë se të tjerët, që për gjithë ata shikuesit që janë duke na ndjek këtu në Pasion e Profesion, nëse vinë në Lake Como, që duhet patjetër me ardh, të vinë dhe të shijojnë ushqimin këtu në Piazza Roma. Janë krejt gati. Ushimin që për shembull na pëlqen më shumë një tagliolino me misoltino. Misoltino peshkë i liçenit. Edhe kjo pjatë tradicionale që ish bë këtu para s'diso vite dhe alo e përdorin s'diso njerëz. Kena pas qef me bë qëtë pjatën dhe me kujtu tradicione e liçenit. Po, e përmenda ma herët që ju jeni bashku në biznesin familjar, pra edhe keni pas qef me bo pra që shë përmenda edhe ti nga një lokal në restorant, edhe që është vërtet bukur, është një ambient shumë i ngrohtë. Po tregona se cilat kanë qenë ndoshta ato vështirësitë më të mëdha që ju si dy djemë tri i keni të kalu? Sfida më të madhe, se di s'kena pas sfida, gjithë kena punu që shme thënë. Po, e përmendë dhe ma herët kjo prej një lokalit, një butik që the, një restorant, që shka qenë ideja krejt me zhvillu edhe ka që bukur? Krejt ka shku se mas pari shkon rrezikim. Po du me thonë që edhe na që nuk jena italian, po jetojna këto, me qelë dishka, o shumë rrezike, thamë, pse jo? Bashkur e kena qelë, erdhe Adam Sandler. Me stafin e vetë se ishin konë këtu, bashkë në qitë banis të u bo filma për Netflix. Edhe kur erdhen ata, na kena pas edhin rizikim, po na shkon, jo. Edhe me ata që erdhen, na thëshin mirë ushqimin, vazhdoni, shtu edhe qështu, po du me thonë, krejt gjithë kena punu edhe. A ka ndiku edhe prezenca atyre që me sjell klient të ri në restorant? Po, normal, po. Se gjithë publicitet, krejt reklamë. Po përveç Adam Sandler dhe aktorëve Jennifer Aniston, a ka pas yje tjerë botëror? Pra një shumë këto. Ose yje nga Kosova, se nga kemi nga Shqiptar. Po, Kosovë si vin, kena. Erdhe mas pari Unikatili, Ermalin, ka. Po, cila është këshilla jote, sepse dhe ju jeni një supermarket i ri, cila është këshilla jote për ata që dëshirojnë me ju fut biznesit, këtij lloj biznesi? E pas një restorant. Po besoj që përveç si biznes e keni edhe shumë dashni për to. Po, mas pari dush me pas dashni për me bë qëtë punë, se nuk ka punë
që qysh me thonë e bojnë krejt ose dush me pas nerva që shtojnë shumë. Po, nisem që muj me thonë që për me qële restorant dush me pas pasion edhe mas pari mu kon një zanatit. Me ditë disen se ka shumë raste për shembull që kanë qef do me qelë, po më shelën se nuk janë një zanatit. Pasion e profesion, apo? Po, pasion për profesion. Egzon, faleminderit shumë që na keni pritë këto. Dhe nëse keni një fjalë me i thirrë gjithë shikuesit e emisionit Pasion e profesion në Kosova, mundeni, jeni të lirë tash. Hajdeni në komo edhe shihoni ushqimin që e kena edhe kënaquni. Egzon, faleminderit Shumë ishte faleminderit kënaqësi shumë e madhe. juve. E shikues dashur, pra kjo ishte pjaca Roma këtu në Lago di Como, shpresoj që jeni kënaq edhe e janë dhe shijojeni ushqimin këto. Shikues të dashur, ndoqëm së bashku pra edhe udhëtimin ton për tek liçeni i mrekullueshëm i Komos, apo Lago di Como. E pat edhe intervistën bashkë me vllaun e Edonit Egzonin, të cilën e kemi bërë te Pjaca Roma tek liçeni i Komos. Një restorant vërtet fantastik, por gjithashtu edhe Como, siç e dim, është i mrekullueshëm, është një ëndër. E ne po shkëputemi për një blok të marketingut, por qëndrojmë ne sepse vetëm pas pak do jetë këtu bashkë me mua në studio Edoni dhe Roberto. E shikues dashur, u rikthyem pas vlogut të marketingut e siç po e shihni tani bashkë me mua janë Edoni dhe Roberto. Roberto, hi! Hi, Come sta? bene, grazie. Tu? Bene, tutto bene. Edon, si kalove sot? Valloj shumë mirë, ti për mirë. Ç'po të shkon koha në Kosovë, çka po bën në Kosovë? Në Kosovë, edhe ne me familjarisht, ka njerë dol pak, atje Apo kënej, po. Pak a shumë. Jo, ka pak, jo shumë. Edoni, ndoshta edhe tash po thotë që po del pak për shkak se edhe babi e përcjell emisionin, apo? Drejt e ka. Roberto, Yes. what's the dish for today? Today we make beef with tomato sauce and fresh salad with a lot of vegetables. Okay. So I'm waiting to try Yep. this plate. Yes. Like always, can wait to try it. Can you tell me about your day? What's a In the kitchen? typical day for Roberto in the Okay. kitchen? We have to, all the chefs are to wake up very early at 7 o'clock, then go to the market and check the food that you need for prepare your dish. Then when you have buy all the stuff, you go to the kitchen and talk with the other people of the kitchen to prepare all the list for the preparation of the service. Okay. So it's a very busy day, Yes. I think. Yes, for sure. Edon, po sot çka ki vendos me përgatitë? Sot e menova një ëmbëlsime, po. Okej, çfarë ëmbëlsire? Sa mirë. Do të thotë Është- sot do i kemi dy ëmbëlsira. Një që është receta e artës dhe një po e përgatit Edoni. Dhe me ananas. Okej. E bojna një infuzion me kamomil, tani e lojna me pushu mrena, 1-2 orë të rinë varët, dhe tani i qesëm thuhet në italisht krokante alle mandorle. Okej. Do të thotë edhe kamomili pra e përdor nga Podravka, si gjithmonë. Normal, nuk diskutohet. Apo i marrim pra produktet. Po, pa tjetër. Roberto, you have to take the products. Yep. You can come with me.
Pra, shikues dashur, si gjithmonë, në Pasion e Profesion, ne I marrim të gjitha produktet tek ETC-ja. Pra, në ETC mund të gjeni gjithë shka për shtëpite juaja, qofta ato shtëpijake ushqimore gjitha, por edhe me çmime shumë të volitshme. Pa ise po mdoket e dojnë. Pra, Roberto si gjithmonë e merr një supë nga Podravka. Supat si gjithmonë që I ka supat ma të mirat, ma të shishme. So, Roberto, Yes. what's your favorite dish? Risotto, Risotto. because you have to pay very lot of attention to make this dish, because it need patience to make. You have to check the right time of cooking. You have to put the right quantity of butter, of parmesan, and you know it's like a pitcher, a white pitcher, and you can put in all the ingredients that you want to color your pitcher. Yeah, okay, so you like to eat it also, I think. Yes. So it's your favorite dish to eat also, or no? No. You have something else. Yes. What do you like to eat? I don't want to see. Because Why? I love. I know that it's very strange for a chef say this, but Okay. My favorite dish is pizza. Okay. Mine too. So we're the same here. Okay. E dojmë, po për ty, cila është një ushqim I preferuar? Cila është pjata që të pëlqen më shumë te? Qëta është jena në tem ambëllësi, Okej. edhe të tregoj për ambëllësi. E preferum e kam tiramisu, se nuk diskutohet, edhe mus me çokoladë. Po tiramisu na din me përgatit mirë? Se mu tiramisu më pëlqen shumë. Jo se di me pregadu, po provu. e boj shumë mirë, Okej. Kena me provu kur vim, prapë në normal. në pjaca Ju presëm. Roma. Po. Po, ndonjë ushqim tjetër përveç ëmbëlsirave? Diçka dush me pas ma të preferume, po besoj. Po. Unë e kam shumë marak mish, naj stek, qështo, naj filetu, qështo e kam shumë e preferuar. Okej, pra, mund me zi po pres edhe me provu këtë pjatën tonde, një ëmbëlsir nga Edoni. Edon, që po të shkon puna? A je gati? Po, gati jam të kry dosene. Okej. Edon, a mundesh me na tregu se ku e gjen inspirimi për me përgatit pjata të reja, të veçanta? Mua më pëlqen shumë me vizitu botën. Edhe kur shkoj me një vend, e menoj edhe me hongër ushqim të veni, që kanë kulturën qështo, e tani marrë na inspirim edhe për atë vend. E cili është ai vend që të ka pëlqyer më shumë ti edhe që të ka bërë përshtypje për ushqim? Shanghai ose Tokyo. Okej, pse? Se ata e kanë në tjetër mënyrë ushqim, mirën me brodo. Okej, po ushqimet tradicionale të kosovare atë pëlqejnë? Valloj super. Ma mirë se burek s'ka. Burek e shishëm. Roberto, Yes. how's everything going? Very good. Thank you. Looks so nice. Where do you get the inspiration to work for new dishes? From all the chefs that teach me, and you know, for a chef, it's very important to look other type of kitchen,
to look at the type of working the food, take inspiration from the other country. It's very important for me to travel a lot, because only with traveling you can see other type of culture, other type of food, other type of the combination of the food. This is one, I think, the most important thing. And if you could eat only one dish for the rest of your life, what would it be? Maybe cheese. Hard question, right? Cheese? Yeah, Okay. I think so. Because there are so many type of cheese that every day you can change your experience, your taste, your cheese, I think so. Right, good choice. Thank you. Shikues dashur, pra edhe mua italian po shkon kështu, me shumë ushqime të ndryshme, me receta të ndryshme, por edhe me vizita në për vende të ndryshme. Ne po shkëputemi për një blok të marketingut, përqendrojmë me ne sepse vetëm pas pak do i shohim dy pjatat e përfunduara, por do kemi edhe mysafir këtu në studio. Se mu pas kanë zu pastat e pjenkis, po pa ato nuk mundemi se janë tepër çeshme edhe i përdorim gjithmonë. Shikues dashur, u rikthyem pra prej bllokut të marketingut. Kuzhinieri këtu nuk e di ku ka met e doni. E dojnë? Përshëndetje. Apo vjen qëto? Hajde, a e ki përfundu pjatën? Se veç e pas ke lon. Qa është kjo punë kështu? E doni pra e ka përfundu pjatën, edhe po dohet shumë e sheshme. Faleminderit. Me provu, po e shoh edhe Roberton. A e ka përfundu pjatën e ti, Roberto? Are you done? Yep. Okay. It looks so good. Rregull, pra, unë po shkoj edhe tek vendit, tek mysafirët që na kanë ardhur sot. Këtu bashkë me mua për me provu ushqimin në këtë muajin italian dhe me bisedu pak janë Berat Rukici dhe Kushtrim Rukici. Kemi dy vëllezërit në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Është vërtet kënaqësi ju pas në studio. Kushtrim, përshëndetje, mirë se erdhe. Çfarë kënaqësi mi pas dy vëllezër në muajin italian, me provu ushqime italiane, po jo krejt rastësisht, se diçka i lidh me Italinë këta të dy. Berat, Kushtrim, faleminderit edhe një herë që keni pranuar ftesën dhe keni ardhur këtu, jeni bashku në emisionin Pasion e Profesion. Thash që ju lidh diçka me Italinë. Po çka, po na tregoni ju vet, a me bo ditun unë? Ja nisëm jam amin ashta vet, tani ti mundesh me komentu nëse i ke provu. Okej. Është franshiza e parë italiane, e restoraneve italiane, kuzhinës italiane në Kosovë. Pizzeria Da Michele, apo siç njihet antika pizzeria Da Michele. Një prej pizzerive më të vjetra në botë, me bazën e Napoli, që pastaj u shpërndasi franshizë, është diku mbi 54 vende të ndryshme, edhe e cila për herë të parë në Ballkan është hapë edhe në Kosovë. Jo rastisht është hapë për herë të parë në Kosovë, duke ditë atë pasionin edhe më mirë me thonë atë shijen italiane që pëlqejet jashtëzakonisht shumë në vendin tonë, dhe këtë normalisht duke pa prej perspektive se marketingut edhe prej perspektive se shitjes se kemi vlerësuar edhe ne me potencial dhe bashkë
me kushtrimin, me mishët e tjerë nga partneriteti që e kemi sjell dhe kemi vendos në Prishtinë dhe tani ka një ndryshim për shkak se jemi duke punuar në një lokacion që është koncept pak më avancum dhe në kuadër të avancimit të konceptit e presim që ta kemi shumë shpejt prap për konsumatorët tonë, cilët kanë qenë jashtëzakonisht besnik dhe me mizë po presin hapjen. Në kuadër të kësaj... Mizë po presim edhe ne, se e kemi goxha afër kështu me lokacion. Ka shumë me rëndësi për juve. E thash edhe gjatë disa bisedave që nështë ndaj kartë lojaliteti kishë një mu që me ju pa ma shpesh atë. Se shmimet kanë shku nalë, kështë që s'pako... Amon, ne që dojmë pizzat, pa tjetër që kemi me marë. Edhe pastaj mundet kushtimi me volë për pjesën operative, po ajo që është shumë rëndësia që ne kemi shkrinë dhe një koncept tjetër, që ka bazën po është në disa pjesë ma rustike të Italisë, sidomos të pjesa e bodrumeve të verës, një koncept komplet inovativ i mënyrës se qysh prezentohet vera, ose në këtë rast vera ratë italiane, që nuk është vetëm shop, ose vend ku shitet vera, po është edhe një pjesë e mirë e degustimit bëhet atë, dhe e ka definitivisht e ka rrit klientelën e konsumit të verës në Kosovë, dhe kjo normalisht neve nga bandë lumëtëm, për shkak se po e shkrim, dhe më thonë një pjesë të mirë të kulturës të ushqimit italian, ose të kuzhinës italiane, bashkë me gastronominë që ata kanë shumë të avancumën, me në që është një prej kuzhinave më të avancumën në botë, dhe sjellim në një format tjetër në Prishtinë, dhe normalisht edhe në qendra tjera në Kosovë. Kushtrim? Po thuj se gjithase që kanë transishme rrëdh brendit edhe pizzerisë, po thuj se i tha gjitha beratit. Sa të flasim pak për Tutovino. Për Tutovino. Tutovino është një brand cilin na e kemi kriju krejt vetë, gjithçka ka fillu prej pasionit edhe prej dëshirës edhe për ushimin që në të lidhet edhe me pijet. Prej pasionit e tash profesion. Tash edhe profesion, po. Kryesisht jemi inspiru në Itali, të e pas parasysh atje se sa është e zhvillume kjo industri dhe lloj-llojshmërinë e produkteve ata që i kanë veçanërisht të pjesa venav, dhe kështu që e kemi vendos për me bë diçka të ngjashme edhe në Kosovë. Na këtu soi përket nashta te pjesa e konsumimit venës, është produkt që konsumohet, po gjatë viteve që na jemi në treg, e kemi pa që nuk është që kanë edhe shumë njohuri për venën. Tash na si qka jemi tu e ba, pavarësisht që e shesim venën, njëkohësisht jemi edhe tu e eduku, me thonë, masën për... E po besoj që jeni edhe shumë të afërt me kulturën italiane në bazë edhe të bizneseve që i keni në Kosovë, po sa ju pëlqen Italia kështu si vend? Po tash shumë shka të lidh me Itali, dhe më thonë, përveç që është një prej vendeve me kuzhinën më të mirë, besoj që është një prej vendeve që stilin e jetës se ka prej qysh me thonë, ma të relaksum, pra janë shumë ma të relaksum se sa disa kulturat e tjera, cilat normalisht nuk janë ma ndryshe për kana e zhvillimit vetë, me anticipimit vetë, po italianët pak janë ma të relaksum, njërën se qysh i trajtojnë gjanat, prej dikujt marrin kritika, po nëse e merë këtë pjesën tonë, ku ne jetojmë këtë pjesën e Evropës, ku ne jetojmë, neve nga përshtatet pak ma shumë. Dhe normalisht ka qenë ma e letë edhe me fillu me bo biznes dhe me bo investime me ta, për shkak se ta letëson komunikimin, edhe normalisht ta banë ma të qatshme edhe mënyrën e punës që ata e bojnë. Pra, nuk po flasë që një kultur tjetër është ma negative, se kulturat nuk janë ma të mira ose ma të këqija, kulturat dalojnë, dhe më thonë, na vetëm jemi ndryshëm në aspektin kulturor, po sigurisht kështë qenë shumë afshtirë, ndoshta me një vend tjetër,
ndë një vend ma verior të Evropës punohet se sa që mund të punohet me italian. Kështu që pëlqen ky aspekt, është i përshtatshëm për neve, edhe normalisht ka vende jashtëzakonisht të bukura. Ato pejsazhet e Toskanës, mënyra milimetrike gati e trajtimit të pejsazhit që ata e bojnë është jashtëzakonshme. Për meraklit të arkitekturës ka arkitekturë, për dikant që dënë me shku me pa futbol, janë të flakt në mënyrën se qysh e përkrahin vendin e vetë, dhe më thonë ka shumë elemente, nëse veç një detaj, kur këndojnë himnin, në sport e keni pasë me sa zjarë e bojnë këtë, dhe më thonë janë një popull i cili ka edhe tradit, ka edhe qka ka mbet trashëgimi dhe ka edhe qka i ofron botës, dhe jo rasisht është një prej vendeve ma të vizitume në botë. E përdisa jemi të këndi i Premium Bakery, mos harroj t'ju tregoj shikues dashur që të gjitha produktet me të vërtet shishme, si që janë edhe ato bukë dhe këto që i kam unë tani, gjysëm pjekurat, të cilat mund t'i pjekni vetëm për 5 minuta, mund t'i gjeni në Premium Bakery, në të gjitha lokalet e tyre, tashmë ka pika sa doni, gati në secilën lagje, por edhe me çmime shumë të vëlefshme. Kështu që po besoj që jeni edhe ju gati me i provu tash. Kena me ngjy pastat me. Zjale jo d'Itali. Mundemi me ardhë Roberto dhe Doni dhe me i provu pjatat këto. A na tregojnë këta pakasor? Po, na tregojnë. Can you tell us? Yes. Like always. So this one is meat, beef meat, cooked with butter and rosemary. There is a demi-glace sauce with meat bone. Then tuna fish sauce with anchovies and egg. And then a fresh salad with cucumber, carrots, pink grapefruit, and pepper. Great. Should I start? Grazie. Vish na tregon edhe Doni për pjatin e tij, për desertin, e don? Kjo është desertë. Ananas me krokante alemandër le thirrët, edhe një infuzion e kamomilës. Mas ushqim, adin, se të shqetëson. Kamomilin si gjithmonë e përdorim pra nga Podravka, kështu që mundeni me fillu. Desert supa, që është me thonë kësaj. Po, është zupetta di ananas. Para bukës a mas bukës pa? Jo, mas bukës, me kamomil mas bukës sot. Që për e fillon Ariana, One me fillu. ja kom ty në Faleminderit. privilegjin e Shumë. shijes. Gëllon. Perfetto. Grazie. Një pjatë shumë e shishme. Tash, si gjithmonë shikues, unë ju them që këtë pjatë mundeni me provu në shtëpitë e juaja, në bazë të recetës të cilën veç se na tregoi Roberto. Po i pres edhe komentet nga Berati dhe kushtrimi. Pjekja po duket e mirë, dhe më thënë edhe në bazë, mund të sheni. And there is also sweet potatoes. Yeah. So, pjekja po duket balancume, një qësh po duket edhe pjesa e sosit, pra nuk është një sos që jam mbi zëtërënshien mishit, kështu që për, si me thonë, kriteret e mija është e jashtëzakonshme, mënyrën se qysh është bo. Edhe shkan edhe nga njermta, po ka dhe elemente që e ban pak mat amel që me... I don't understand. Yeah, I will explain it to you later, but I just said that it's very balanced taste. So it's a bit salty, but also a bit sweet. Yeah, I love this combination. It's combination, so it gives you very good taste. Thank you. Kushtrim?
Unë veçanërisht, kur të më pyet dikush për vlerësim të produktit, nuk flas shumë ashta për shijen, sa për mua është më e veçori mënyra e përgatitjes. Sa i përket mënyrës përgatitjes, po mendoj që është e përgatitur në mënyrë, ashtu se qysh dohet, qysh edhe berati pjekja, edhe është shumë e rëndësishme te produkti në rast të beef steak, pavarësisht që ka edhe përbërës tjerë, po është gjithmonë e rëndësishme që me konë që e shija balansume edhe diçka tjetër që ka i shtën, mos me mbizotru të ajo që është në pjatën kryesore. Edhe dekori, dhe më thonë, taman italian, po do këtë mirë, edhe me ngjyra. Po e provojmë pra komete shumë mira për pjatën e Robertos, po e provojmë edhe pjatën e Edonit. Shumë e mirë. Ata afroj. Ta provojmë beratin. Beratit. Se unë e kom hyrë kështu në mes dy vëllezërve. Unë kom provu të Edonit, e di që është ekspert i amelsinave, po në këtë rast e pas ka bo diçka krejt ma ndryshe, prej që ka kom provu, jo veç të këte edhe në përgjithësi, pra është një format tjetër i servimit të diçka që është e amel, edhe që nuk të ngarkon, ka shumë, dhe më thonë, përbërës natural, që është me rëndësi për... Po, e kum desht pak me ndru. Faleminderit. Diçka ma ndryshe me nasi e këtu në pasjën profesional. Edhe unë kom pasur mundësinë prej durve të Edonit më hangër shumë, edhe kështu që e njoh pak a shumë mënyrën e përgatitjes dhe produkteve që i bën Edoni, po shije e veçantë edhe e shishme. Unë ma herët nuk është një ambëlsinë të llojit si kjo që e kom provu. Faleminderit shumë pra që ishit pjesë e emisionit Pasja në Profesion. Faleminderit shumë që gjetët kohë me qenë këtu. Ishte vërtet kënaqësi e madhe. Shumë mirë që ju pëlqejnë pjatat. S'ka qysh tjetë në ryshe, dhe mas italiane. Grazie. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, e ndjekim edhe recetën e artës dhe rikthehemi menjëherë këtu në studio. Përshëndetje, po takohemi edhe në një edicion tjetër me mua, Artën, të përgatisim një receptur shumë interesante, ëmbëlsira Pavlova. Kemi shumë pak përbërës, është një tortë e një ëmbëlsirë e thjesht, por shumë e shishme. Kemi albumine, do të thotë të bardhat e vezëve dhe sheqeri. Shofim që marenga është gati, realisht duhet edhe të ndëgjohet sepse zhurma kur fillon të rahet në fillim veza me sheqerin është ndryshe. Edhe 20 gram niseshte. Marenga nuk duhet lëviz. Masën e kalojmë në shirim. Mafishet i fusim në pjekje për 90 gradë 1 orë e gjysmë. Tani e përgatisim kremin, duke ju falenderuar produkteve të Podravkës, cilat kam thënë disa herë, janë cilësore dhe një pasticeri duhet i përdorë patjetër. Kjo është krem vanilje, cili tretet me 120 ml. Atëherë, mafishet u poqën dhe i lam të ftohen. Mundemi fruta pylli, dreza. Gjithmonë është e traruma.
Jemi në finalizim të desertit. Ja, pra, kjo ishte deserti pavlova. Shikues dashur, kjo ishte e tëra për këtë emision të Pasion e Profesion. Shpresoj që jeni ndarë të kënaqur. Dua të falenderoj Podravkën si gjithmonë, e cila mundson realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Dua të falenderoj gjithashtu edhe të gjithë ekipën e Base Agency, gjithashtu edhe të Klan Kosovës, por mos harroj t'i përmend në fund edhe Andin, Artën, Edonin dhe Roberton për që vinë gjithmonë dhe na nderojnë me praninë e tyre. Ne shihemi përsëri javën e ardhshme. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.